Sot është çelur grup kapitulli i fundit i negociatave në konferencën e shtatë ndërqeveritare Shqipëri-BE që u mbajt në Bruksel dhe që shënon hapjen e të gjithë kapitujve të negociatave në një kohë rekord prej 12 muajsh. Ministri e Punëve të Jashtme të Danimarkës e pranishme në konferencë tha se Shqipëria po vijon të ecë përpara me reformat, sidomos ajo në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit. Mëtej ajo inkurajoi Shqipërinë të vazhdojë drejt integrimit me të njëjtin ritëm, duke thënë se nëse vijohet me të njëjtin ritëm, antarësimi do të jetë shumë afër. Bjerre deklaroi se është mbreslënse dhënia e rezultateve kaq të shpejta nga Shqipëria. Raporti zgjerimit nga Komisioni tregon se Shqipëria vazhdon të ecë përpara sa i takon themeloreve, sidomos për reformën në drejtësi dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Hapi tjetër është përmbushja e piketave të ndërmjetme në kuadër të themeloreve. Ky hap do të përgatitë terrenin për të filluar e të mbyllur kapitujt negociues. E inkurajoi Shqipërinë që të ruajë të vlut reformash dhe të nxit dialog gjithëpërfshirës politik. Zgjerimi është përparësi e presidencës daneze. Sot ne po japim një tjetër rezultat, në qoftë se Shqipëria vazhdon në këtë drejtim me të njëjtin fokus, ritëm dhe cilësi që kemi parë deri tani, jam e sigurt që antarësimi do të arrihet në një të ardhmë shumë të afërt. Nga ana tjetër, komisionere për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos deklaroi se hapja e të gjithë grup kapitujve nuk do të ishte bërë mundur pa angazhimin e Shqipërisë dhe pa mbështetjen e vendeve të Bashkimit Evropian. Mëtej Kos deklaroi se Shqipëria duhet të përmbush piketat e ndërmjetme për të arritur integrimin. Gjithashtu, komisionere bëri thirrje për bashkëpunim të qeverisë me opozitën, si dhe me shoqërinë civile. Sot është një ditë e veçantë, jo vetëm për Shqipërinë që përmbyll apo që hap të gjithë grup kapitujt, por edhe për Bashkimin Evropian, sepse sot tregon se BE-ja ofron rezultate dhe mund të mbështetemi te Shqipëria në të ardhmen. Ky sukses nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e patundur politik të Shqipërisë dhe nga angazhimi i fortë i të gjitha shteteve anëtare për të mbështetur resurinë e Shqipërisë. Hapi tjetër është që Shqipëria të përmbush piketat e ndërmjetme. Kjo nuk do të jetë për herë lehtë, ashtu siç ndodh me çdo vend kandidat, por ju i dashur keni diçka mjaft të fuqishme në favorin tuaj. Mbështetjen më të gjerë publike të gjitha vendeve kandidate, më shumë se 90% e shqiptarëve shohin të ardhmen e tyre në BE. Punoni me të gjitha ata, me opozitën në parlament, me shoqërinë civile dhe me sektorin privat, dhe kjo do të jetë garancia më e mirë për të ardhmen e Shqipërisë e suksesin e saj. Komisioni do të vazhdojë të mbështetë e t'ju këshillojë në përballimin e sfidave të antarësimit të Bashkimit Evropian. Roli ynë është të sigurohemi që Shqipëria është mirë përgatitur kur të bëhet anëtare. Ndërsa kryeministri Edi Rama në fjalën e tij u shpreh se sot Shqipëria po realizon diçka që pak kohë më parë dukej si ëndër dhe diçka e pamundur. Ai falenderoi komisioneren Kos për mbështetjen që i ka dhënë Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit. Jam absolutisht i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Sot Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, ashtu siç tha Marta, ne nuk përfaqësojmë këtu parti politike apo vetëm një pikpamje politike. Përfaqësojmë këtu një komb të tërë që mbështet si askush tjetër Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Dua të shtoj
hard way and the soft way we se qoftë went through. ajo taught mënyra e us fortë something e ajo e very butë me important. cilën jemi përballur, Never na mësuar një gjë shumë të anything rëndësishme. for granted in Brussels. Kur mos merr asnjë gjë të So, mirëqen në when they Bruksel. smile, Kur të buzëqeshim, enjoy, but don't Shijoje. take it for granted. po mos e It merr të can mirëqen. disappear from their Mund faces të just like t'ju this. zhduket nga fytyra So keep going sa hape mbyll and syt. do the hard work Kështu që and respond vazhdo in puno every fort circumstance dhe with humility përgjigju në çdo rrethan and, me with përulësi results. e me rezultate. These two Kryeministri Edi Rama deklaroi gjithashtu se procesi për hapjen e grup kapitujve ka ndihmuar Shqipërinë në disa mënyra. Rama u shpreh se ajo që shqiptarët do të fitojnë nga ky proces është diçka që sipas tij shkon përtej vetë antarësimit. Ai theksoi se do të fitojnë një vend që funksionon në bazë të institucioneve, shtetit të së drejtës dhe parimeve dhe standardeve të vendeve të BE-s. Në fund Rama u dhuroi nga një shishe vere shqiptare e personalizuar me skicimet e atij vet. Gjatë dhënies së dhuratave, kryeministri nuk kurseu as batutat, ku tha se për dhurata dhe ëmbëlsira nuk ja kalojnë dot Shqipërisë.